Nuk e kemi një argument, një fakt, një provë se këto qalma, gjybe dhe uniformat të sotme kanë qenë pjesë e misionit të Hazreti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Vetë emri Hoxh nuk përmendet askundi në Kur'an. Thonë se është në origjinë nga Persia apo nga India e Zakirnaik, po gjuha shqipe motivon mas miri për brenda fjalën Hoxh, siç e shpjegon shumë bukur Agron Dalibaj. Hoxha mësues, Hoxha, që është i nxonë, dhe Hoxha, unza, është i nxonë, i ditër, i mësuar, mësues. Hoxha predikon në xhami. Xhamia është një vend ku njerëzit vend me nxome, xhami. Dihet se xhamia është vend ku të bojnë njerëzit për të mësuar, nxën prej hoxhës mësuesi. Natyrisht që xhami, vend ku shkohet me nxami, xhami. Tani pse dikush këtë emrin Hoxh ka të rafinuar si illu në trurin e tij, kjo nuk do të thotë që ne të mos i themi gjërat ashtu siç janë.